Ta shohim dhe ta ngojmë çka po na thot një herë Hoxhë Elvis Naçi. Sot fillon tokat kronditët, po jo në tërpet toksovrën, tërbetin e bashkërin dhe s'ka të kushuar. Vaja rabbuke wal meleku safan safa, vezo zoti gjithësisë po vjen për gjykim dhe engjëjt janë në rrjeshta duke e prit. Ku pas ka qenë zoti i gjallësisë që po vjen te xhamia e tabakëve në Tiranë? A nuk po e përdor Hoxhë Elvis Naçi fjalën i gjallësisë? A nuk bën pjesë xhamia ku ligjeron Elvis Naçi në gjallësinë e Zotit? Nuk janë këto polemika, këto janë vetëm më sjell si argument se unë kum investu. E vërtet. Kush dollari? Kur them unë $100.000 ka Ahmet Kalaja, të një bitcoin e gjys. Një bitcoin e gjys ja shoj sot në adresën e tij, vetëm me dorë dhe me pranon që Tim Shkupi është profeti i shqiptarëve. Dhe kam investu akoma më shumë për me rujt originalitetin e punës sime që e kumbo që 7 vjet me ekipin tim. Në loginën e shrejtua të malit të Hazreti Musa. Kem ardhë me ju falenderu Zotit ton, Ilahi që është një, mi thonë shqyqër që ne ka pranu thirrjet tona.